Shteti për ta është plaçk, lufta një justifikim për hajni të pafund. Mirë po, Ramushi nuk ka turp t'i fus në listë sepse edhe vetë është një ego e deformuar, një maskë e mbushur me ambicie, puro materialiste dhe një ignorancë e pafundme politike. Por pse? Sepse ai ende se kupton se sakrifica e tij e pakrahasueshme dhe e pamatshme në luftën për liri, sovraniteti dhe digniteti turpërohet pamas nga lakmia e tij e pangopur për ta grabitur pronën e popullit dhe për të grumbulluar pasuri materiale dhe monetare për 10 breza pasardhësish në kohë paqe, shkruan Gashi. Tutja i hedh kritika edhe mbi komentet e Berat Buzhalës, gjersa përmendi emrin e Sadri Ramabajës si mendje e ndritur, një shpirt i palëkundur, që kuptimin e vërtet të fjalës vetëvendosje e mbron me çdo grimc të qenies së tij, lihet jashtë listës. Në vim shkrimi i tij plot: Turma e Oreksit të shfrenuar, ka diçka që më rëndon shpirtin, diçka që më shtyn të mendoj deri në lodhje, deri në një dhimbje të ngjashme me atë që ndjen një familje, një fëmijë kur zbulon padrejtësitë e papërballueshme të kësaj bote. Njerëzit flasin pareshtur me zë të lartë për gjërat që nuk i kuptojnë dhe pastaj flenë qetësisht pa turp, pa ndërqegje, sikur të ishin foshnja të pafajshme që se kanë asnjë përgjegjësi për veprimet e tyre ignorante. E unë sikur të isha si ata, do të rria i heshtur në qoshe në kafenen time të zakonshme, me birrë në dorë, duke shikuar botën me sytë e një burri të lodhur dhe të turpëruar, sepse ndërgjegjja ime e grisur nuk do të më lejonte të qëndroja indiferent, duke e parë veten si turist budalla në postin që do të meritonte një i çmendur. Shumë më i vlefshëm. Ajo do të vinte natën dhe do të më shqyente kraharorin, ashtu siç i shqyen treni i aksidentuar shinat e hekurta nga dheu. Por këtu nuk ka turp. Jo, këtu nuk ka kurfar turpi. Këtu çdo idiot është ekspert dhe më e keqja, të gjithë kanë oreks. Oreks për pushtet, për mikrofon, për para të shpejta, për plona të vjedhura, për diploma të falsifikuara, për tendera të montuar, për hajni të legalizuar. Pushteti këtu nuk kërkon moral. Ai t'i jep çelësat e hajnis dhe dyert hapen vet, ndërsa turma shikon dhe hesht si varri i heroi të panjohur. Shiko pa lekën dhe agim çekun, ata nuk i shërbejnë popullit. Ata e shohin pushtetin si bankomat, si mundësi për të vjedhur, për të grumbulluar, për të kënaqur oreksin e pafund të egos së tyre. Shteti për ta është plaçk, lufta një justifikim për hajni të pafundme. Mirë po, Ramushi nuk ka turp t'i fusë në listë sepse edhe vetë është një ego e deformuar, një maskë e mbushur me ambicie puro materialiste dhe një ignorancë e pafundme politike. Por pse? Sepse ai ende se kupton se sakrifica e tij e pakrahasueshme dhe pamatshme në luftën për liri, sovranitetit dhe dignitetit turpërohet pamas nga lakmia e tij e pangopur për të grabitur pronën e popullit dhe për të grumbulluar pasuri materiale dhe monetare për 10 breza pasardhësish në kohë paqe. Dhe pastaj shfaqet Berat Buzhala, duke folur për Rugovën, për moralin politik, për trashëgiminë e kombit, por mendja ime e lodhur dhe e hidhëruar kupton me njëherë se ky njeri nuk ka pasur kur ndërgjegje, ai nuk ligjeron, ai shitet. Ai e quan prostitucionin moral, analizë, dhe ndërsa ai qesh me ironinë e tij të ftohtë, unë ndjej një urrëtie të madhe për botën që e toleron këtë tradhti, këtë mashtrim të trash, por të vrullshëm, ndërkohë si një cikël i tmerrshëm i natyrës së keqe shfaqet të riciklimi grotesk i kufomave politike, të njëjtat fytyra, të njëjtë duar, të njëjtat gishtërinj dhe gënjeshtra, vetëm kravatat ndryshojnë. Në këtë skenë groteske brenda PDK, LDK-AK, duket si një varrezë politike e të gjithë vlerave njerëzore, kombëtare dhe universale, që hapet çdo 4 vjet për t'u rikthyer në pushtet, duke i lyer kufomat e saj politik me krem, duke i dezinfektuar me parfum dhe duke u munduar t'i shes si vlerë me përvojë. Por përvoja e tyre vetme është ta shkatrojnë shtetin pas një sens dhe përgjegjësi dhe turp,